Dera të vegjël, Putin sulmon ashpër liderët evropian do t'i arrijë qëllimet në Ukrainë me diplomaci ose me forcë. Presidenti rus Vladimir Putin ka shpërsuar ndjeshëm retorikën ndaj Perëndimit, duke sulmuar drejt për drejt liderët evropian të cilët i quajti dera të vegjël dhe duke paralajmëruar se Rusia do t'i realizojë objektivat e saj territorial në Ukrainë, qoftë përmes diplomacisë apo edhe përmes forcës ushtarake. Duke folur të mërkurën në një takim vjetor me Ministrinë e Mbrojtjes, Putin deklaroi se synimet e asaj që Moska e quan operacion special ushtarak do të përmbushen pa kushte. Nëse ata nuk duan një diskutim thelbësor, atëherë Rusia do t'i çlirojë tokat e saj historike në fushën e betejës, u shpreh ai. Putin akuzoi gjithashtu administratën e mëparshme amerikane se drejtoi qëllimisht situatën drejt një konflikti të armatosur, duke shtuar se Washingtoni besonte se Rusia mund të dobësohej apo edhe të shkatërrohej brenda një kohe të shkurtër. Në vijim, presidenti rus sulmoi liderët evropian duke i akuzuar se u rreshtuan pas politikave të ish-presidentit amerikan Joe Biden. Derat e vegjël të Europës u bashkuan menjëherë punës administratës mëparshme amerikane me shpresën për të përfituar nga shembja e vendit tonë, tha Putin. Deklaratat e forta të Kremlinit vijnë në një kohë kur zyrtar amerikan kanë pohuar se bizetimet e zhvilluara së fundmi me Ukrainën në Berlin kanë zgjidhur rreth 90% të çështjeve më të vështira. Megjithatë, mbeten dyshime serioze nëse Putin është i gatshëm të bëjë kompromis lidhur me kërkesat e tij të gjera. Putin ka këmbgulur vazhdimisht që Kievi të dorëzojë pjesët e mbetura të rajonit lindor të Donbasit që janë ende nën kontrollin e Ukrainës, një kërkesë që Ukraina e ka refuzuar kategorikisht. Moska po ashtu kërkon kufizime të rrepta mbi ushtrinë ukrainase, ndalimin e pranisë së trupave perëndimor në territorin e Ukrainës dhe ndërprerjen e mbështetjes ushtarake nga Perëndimi.